tashi se po kthejnë edhe një herë, tashi Po. mas që i pash edhe unë s'kene një fice. Po, Ajo nuk dën nëj koment kush e di se çfarë të janë, se ajo është akt. kena me Jozin. Pas kena me Jozin, pra Jozi dhe Gjesti. Po, Ajo nuk dën nëj koment, se ajo është akt rruget. Por akt rruget. Apo jo? Edhe sidomos kur ajo gjë është e bë me pa limit nga ton kohën nga ton njerëzit. Do të thonë dhe gjithmonë për lojë. presidenti, pa tjetër presidenti. Se pa limit për një gjë tjetër, pa limit për një gjë tjetër, pa limit për një gjë tjetër, për presidenta që po thotë edhe pa ndeshkime, të vjen një në momentin kur ai nuk ka çfarë me humma. Jozi nuk kishte çfarë me humma tash, ja kupton? Se mund t'ja kishte bëj këtë punë edhe para një muaji. Po. Po a di pse s'ja ka bë? A di pse s'ja ka bë? Jo nuk e di. Se ka pas interesin me vazhdu lojën, Marian. Po, okay. A e humbi lojën? Po. Po, shi që i vjen shputa dhëmve ati. Pa ideali, a ka menu në herë që i mundet mi ardhi shput dhëmve? Me që situatën, po me ta kërku, me nga nuk e ka menu as një herë. I këtë shkuptojnë të njerëz. Po sikur tjetë edhe ai që ka mund përball, po një që idiot sa unë, duhet me thënë. I këtë duhet me thënë. Po, po sikur kur ai përball me që unë jam ty i nxjerr sytë, ty i bë gjithçka, tjetë po një që idiot sa unë. Ç'a ndodh? Po pra më Mario, po për ç'a bën të seleksionime më Mario? Til seleksionime më burr, se seleksionimi bëhet me profil artistik apo ku diun se çama nuk bëhen teste a je kriminal as je kriminal më burr. Po kush ka profil artistik më? Josja? Po futja më kot më një çka kanë bërë, çka kujton se bëjnë analiza, mos kujton se bëjnë kështu test për me kuptuar është kriminal as është kriminal dikush? Ose bani në shushmërinë që në fillim dhe fillon si sot më për shembull, që forcohen ligjet ose fillon me ka politikën e kështu, fillon ka një fije frikë njerëzit më burr, si më thonë, i bën një fije frika. Pavarësisht se prapë do mund ndodhen, me të frasin prapë ndodhen e korrupsion ndodhen prapë, po sigur vjen një fije frika, edhe naty, po patë të shushmëri fort, i fije më neve kena ra dakord te një gjë që kur bën dikush një veprim njëjtë me dikë tjetër, por që njëri e ka veprimin e im të vogël, e tjetri e ka të madh, për ne të dy vlen që veprimi është i barabartë, apo jo? Ta zëm, unë me të fut gishtin ty në sy i fije lehtë, po vetë sa me të bë me lotu, ti e qunë ekuivalente me më fut 10 herë gishtin në sy, apo jo? Unë po, shu e kam unë. Edhe unë ashtu e qunë. Edhe unë ashtu e qunë. Të shdi, çdo kush tjetër përveç se me e tetë, o i tu ose në përgjithësi më duket, nuk e shef kështu. Unë vazhdoj e shoh kështu. Prandaj jam ty thonë kështu. Kush nuk më kupton, kam probleme unë, jeni në rregull. Kush nuk më kupton? Jo Omar, ti ke Omar, pse ke mendin se ç'a mendon ti thuj atë për ky tjetri. Me thon atë që mendon. Jo, jam të mundu me keni sinqert, jo me se nuk jam fans. Se jam fans i dikuj që me thon se ti se ke hallin mas me bë ky, po me ke hallin me ashtu ju s'na doni këtu, ju s'na doni atje. Nuk jam për këtyne. E kam fjalën. Nëse se mu dikush më shtyn, për shembull, më bani kështu, un kam drejt një gjujt sa të më han krahu, apo jo? Si ta bën tash, se kollë varet si ta bën si. Are, a ishe të thonë për precedentet? Po pra, me fut gishtin pak sy, unë ja fus 10 herë gishtin sy. 10 herë. Po. Pra, ti ja bën 10 herë më të rënda, apo jo? Po, jo më atë, si më thonë, nuk ja fut. Jo, po, 10 herë të njëjtën e bën 10 herë më të rënda. Po, okay. Edhe unë du me rëkthyt, apo bëjmë këtë javë një analizë sezonit edhe një analizë profilit se cilit prej finalistave, apo bëjmë ka i video për se cilin ditë se kena pushim. Po unë du me ty për shembull një moment për punën e precedentave që thuti. Kur ky gjëja i merrte prej trupit gjys lyp Gert Fers i bate kështu ati Gjibanit, e më thash, dhe nuk mendonte se çka ka përballë, sa ai përballë mund të jetë një po aq idiot sa unë, thoshte, vetëm kaq. Dhe ai mundet ndoshta edhe me nxjerr synin. Pra, këtë lojën që tashun ty sikur me të prekin të sa me të bë me lotu,
Unë s'marr parasysh që ti mund t'jesh një idiot sa unë, edhe ti mundesh me nxjerr synin e me lënë drejt vetit. I këtë duhet me parandalu Marioni. Prandaj përfundojnë në halabarkërina që ja fut shput, edhe i shputen të dyja kam prej toket edhe bjen në shpinë. M'dhëth, m'fal. Jo shput, po i kanë dalë zëtë aty. Se nuk ka menu, se e ka menu që kur kjo gjë s'ka menu. Kështu ka menuaj. Se ka menu që kur kjo gjë s'mundet menu. Dhe i këtu i fillon edhe i marrën nga këtu duhet mi vu ishte një kresë robi. Në këtë rast Gjestit pak nuk e preku, ishte ato është me i rat një moment tjetër Jozi, ato është me i rat Gjestit. Në këtë rast ishte vetëm me fjalë, duke edhe vuni dorën deri kaq lojtar më vëlla, total lojtar. Ajo do është mira para një mujit për me tregu vetin që është gango. Dhe me këtë kam kanunin. Ajo do është me bas një kanunor, ka pas ku boll. Ka respektu kanunin se është Big Brother i ndroll par. Për shembull Mario. Jo më lart, e pa edhe në klip që Gjesti i lagu me kohë, si e tha X, mos na hajde këtu te sauna që i lagu me kohë, çka kisha bën? Në pishinë, direkt. Për shembull, këto janë raste që ti më lag mu pak. O të marr tall jashtë si burr, si forçë, me hall Gjesti në pishinë. Loj është, pra ka pas raste tjera me afut edhe shkuten për shembull. Po bravo. Këtë rast ishte një naçi e zori për dytën herë, se s'kishte ça me humor burr, ishte ty dal për deret. Ishte ty dal për deret. Pra ishte të dalë për deret bashkë. A s'kishte ça me hum, pra nuk i dhinte ma loja. Pra janë lojtar, pra. Pra janë lojtar, pra. Janë nivel kret, i ky sezon është i kjo. Kjo që i pam një sonte është ky sezon. Janë ky kast, janë këto personazhe domethënë. Big Brother VIP. Dakor? Ja. Veja një emrin VIP. Big Brother VIP sa është Big Brother. Duhet ta bëj një vit pushim këto, të marrin mirë rregullat, njerëzit. Nuk ka rëndësi sa i rëndësishëm është, nuk ka problem sa i rëndësishëm është lojtari. Precedenti është më i rëndësishëm se sa lojtari ose personazhi. Thjesht nxjerr lojtarin për jashtë. Po. A e kupton? S'ka rëndësi, le të jetë fenomenal. Po. Kushdo që të jetë. Pa është e vështirë Mario. Është e vështirë kjo. E po, tu të përfundojmë pra, dhe ne të rinjtishojmë, mas të bëjmë shumë komentet është për këtë punë. Tu përfundojmë. Kur është e vështirë, i tu përfundojnë, dhe ne i shohim, i komentojmë, rrime me rrëtë, mas të flasim shumë të shi, të shohim ishtu, kjo e realiteti. A që rastet aty që bëjnë marrë aksidente, i ka vu e ka falë policia 10 herat e sa fëmija i dikujt e i biznesmeja, ku di gjanë, shko tjetër në mande e mytë. Pse, se s'ke marrë masat që në fillim, dhe që ku shkojnë, që ka shumë raste, edhe për vrasit, që hinë burg dalin për 2 ditë. Edhe ti kura, i mërë zemrë, që ti shtollë gjojnë, i mërë zemrë, dhe fillon e banë. Jo, po për qa e mori policia atë e sonte? Tu, për show pra? Po për show, po pëse për qa mori? Kush ka përfunu në burg, ose ka pas në e halë se i ka gjytë diku shput? Ose është nga tru me grushta? Qlidhe ka policia, për qa mori? Pa, është për show? Show. Si morën ata Liamin atëherë që erdhën demek që është kërkuar me Interpol. Shomer. Ella, jo sa demek që shfuar masash marrën ne bëjmë kështu. Ja, ajo show ai biles ka dalë, tash besoj ka dalë jo sa për me kanë. Ajo është për mi tregu. Ajo është për mi tregu dikujt që rrin ku diun ku rrin në Shqipëri, se në Shqipëri ka boll vende rurale, mi tregu që i shiko se ne këtu jena si në Danimarkë, si në Holland, si në këto vende. E kapi policia primin. E kanë marrë pa, kapi policia primin, fix. Policia që duam. Policia në rregull, ma vjen se e kërkojnë, hajde se kena një dhunus, për shkak vjen policia e merre e verifikon çak. Të janë ngjarje me torkes, skandaloze janë si ngjarje, me thonë vërtetën, s'duhet me nuk janë personazhe që din mi evitu këto gjëra sepse janë personazhe nga rruga. Kjo është, prandaj duhet me luftu ignorancën, poshtë ignoranca. Se kur lufton ignorancën, nuk kruhesh për me nxjerr këto lloj inertesh mandej. Kupton? Mario a dosh që në fillim. Mario ma beti. Por skena tilla nuk duhen pa edhe Mario ma beti. Skeqa me s'duhet edhe fort me i shamër burr. Me si presin njerëzit e pa ngjarjen. Si mundeni me thonë pse e mori policia? E tham me ironin që çka ka mi bë policia ti, ka gjysh shput çka ka mi bë.
Kanë me fut Ore burg. ke sa dush. Nuk ka përfundu i dashur fans, i gjës. Nuk ka përfundu kërkush në burg kur tanë jetën se ka gjyë diku i shput. Atëherë çfarë ky show spektakel me polici? Se këtë na ty thonë. Para shqetësimi jonë është që duhet ishin marrë masa para se mu gjujt shpulla. Jo kur gjujt shpulla. Ke pas në Big Brother po të këtyre shqiptarëve këtu ke pas dhunja në kapë dhe rrallë për flokë që në kapë kështu, po kanë dalë jashtë, kanë marrë masa, është në shkuar policia, po në këtë rast nga Çinolli ndalje i ra. Doja të ishe ti, thot Mario, në vend të gjës. Prap nuk kupton. Ky lloj lexuesit nuk kupton. Unë jam t'i thonë, pikërisht nuk jam në vend të gjës, të gjëhit, sepse mundohem me e parandalu. Ju thoni pasinol gjaja. Ju thoni pasinol gjaja. Pasinol gjaja bëhet spektakel më. Sigurisht marr. Nuk ka spasi me parandalu vllai mall në atë moment në ngjarje, se nolla e ngjarje, mund nollën e ngjarje më vonë. Puna është me pa kuru që në fillim po thojmë ne. Me kuru këto rregulloren, me kuru që në fillim që mos me noll kjo. Po edhe noll, edhe mënyra vetë si me ba sa më serioze punën, thrasim policin për me kanë prep sigur se ndoshta ky është aq i nxehtë, sa ky mund t'i binë edhe rojes kur dalin e mund banë për shembull. Rregull janë. Po ky nuk kanë burgun, na po thëmë se s'kan burgun, ai merret pyetje e çetsojnë si ai a duhet me gjobit, po sigurisht më, jo duhet me gjobit, duhet më shumë. Ne këtena të thonë se nuk do të bëhet asgjë. Nga që nuk do të bëhet asgjë. Atë gjyq topi pa diskutim për prishjen e imazhit që i ka bërë kështu, në televizor nuk e nxjerr më fytyrën, e tjetër kanë procedura normale që do marrin topi, patjetër. Edhe puna e policisë është vetëm për këtë pjesë, sa më shoqëru me çelësu me banja tash. Ai me ceremoni se bani një gjest skandaloz, edhe e kthin prapë mërbur të shiçi ç'a thuti. Çfarë po thu mërbur? Patjetër. Pa për një atë pra, këto gjëra përgjigjësin dhe se avlena se hiç më ashtu. Mario ka mendime të ndryshme, marrë si qellun e ti kena mendime të ndryshme. Njerëzit kanë mendime të ndryshme, shumë mirë merrim me historinë, duhet me kanë bota burr, se me kanë s'kishte pas kuptim me thon ton po si kinë stan dorën. Jo më janë. Tan gjithsesi ka e shohin me kan tjetër më burr. Do e shohin gotën ndrysh. Un vjen mirë bile si ka ndryshëm njerëzit. Shkeça më thon, dikush do të shumë mirë e bani edhe se ku dihet që e shohin atë çesën edhe është një carusa që ke sa mirë, je I garash më vadash me ka më njerëz që e kanë pa me aty. Si shef ti gjertën keq, unë shoh Rozanën keq. Ku diun ti shef më bukur Rozanën, unë vao se shoh dot për shembull. Hajde më rrevesh. Shumë bukur se shpërtheu I doli gjithë ajo akumulimi I hipokrizisë, ne deri tash kena deri sonte, çfarë është promovu këtu? Promovimi I majtjes pastër të thojve, promovimi I vetullave të hequna kështu për nelt, mbrojmë drejtat e kafshëve. Un kam shumë empati për çështjen e laertit, a kupton? Për këto gjëra është edhe në mas gjithë këtyne termave që nuk ekzistojnë hiç në Shqipëni. Shqipëni nuk ekzistojnë hiç. Shqipëni kanë njerëzit të hallë problematika kret diametralisht shumë më të rënda se ata që këtu empatohen. Pra, te këto programet e Prime-it dhe kur vjen puna shpërthen kova e hipokrizisë se plas shputa. Si rrugë. Pra tregohet fytyra e vërtet, jena marrë deri tash, duhet I majmë mirë kafshët, t'i akresim veshët kështu me. Pra, kjo është pra realiteti. Ky është realiteti. Unë mendoj që Jozja dash me afut vlla shput kur ka pas në rast me afut shput, aty do të thonë. Edhe ta përjashtoheshin, edhe ta çoshin në polici. Jo, me dalë edhe vet, me dalë edhe vet. Unë jam burr, unë nuk pranoj në ato anë tona me më thonë mu për shkak kështu, I ra shput, po unë tu nuk rri më, me ikë edhe vet bilet. Kjo është me kanë gjujtë burrnore, shput burrnore si thonë disa. Që I ra shput se nuk duron I kët lloj lojet ose ofendimi që I bëhet, unë jam burr valla. Unë kam marrë me lytëm ose me tërgu disa vlera gjana, po me më ofendu mu me filan gja, shput edhe me dalë. Shtu mund pranohet. Edhe kishte dalë që I në rrumë, po jo kjo mënyrë. Gjithsesi, kjo finale po shkon një ashtu siç është vetë Bigu Mario, dhe ne me zi presim, me pa Rosongun, do. Me marru kjo dhe me pa Rosongun, me pa të muzikë bukra, me pa zgjellit, me pa në emision të bukur, kështu që ka që ishte Mario me nënë për sot? Ka që ishte të është nga pret një javë që do të bëjmë disa përmbledhje të lezetshme. Jo, se rrugës për këndër fratello.
Faleminderit që e ktheni numër. Ishte duhet me këtu do gjana numër se për zotin me i trishtimeve këtyne ofendimeve gjanave për zotin meni çfarë skena. Çfarë doli la Gjesti u afru Gjesti. Të shëndin shumë mirë Gjesti. Që doli të mori vesh që doli e këti. A thu, ja, me ta man. Igo, a disi e nivi të shtisi ashtu, i nivi shumë mirë. Ecim, natën e mirë. Duam shumë, natën e mirë. Shife natë të shtunën në finale. Mas kena në surprizë marrë me ba? Mas kena në ide, do mendojmë në gjatë bukur me ba për finale. Apo finale, hap mas hapit. Apo ta bëjmë për një shtratë kretë, hiç, mas mos qona në kam ishë, së rrë. Do ta shohim, se ne nuk është se po bëjmë raport me këta që janë këtu, ne na do të bëjmë raport me njerëz me publikun që na ka njek ne për ton sezonin. 32 prajme na ka njekë, jo ne? Tash i kena një 33. 33 seriale mor, 33 seriale kena bënë ti mor. Wow. Igo Mario. Igo mos të dorëzo Mario, lutem, mos të dorëzo. U plak me në Instagram, shifim, nga ndonjë thinjet në Instagram. Afshim zjerma. Natën e mirë. Natën e mirë. Shif na prap.